çfarë problemi mund sjellë kjo për ne konsumatorët? Së pari, qeveria përpara se të hiqte këtë urdhrin, shumë mirë. Duhet thënë që shumë mirë që ne nuk do marrim më nga këto stabilimente me gjithë problemet, por duhet ishte kujdesur paraprakisht për diversifikimin e burimeve të furnizimit. Pra, ku do ta marri Shqipëria mishin tashmë? Ky mish që do merret, a do ketë të njëjtën siguri? Pra, do jetë njëjta, do merret nga, sepse ne marrim në Paraguay, për shembull. Në vendet e treta nëse do merret, a do kenë të njëjtat standarde, a do garantohen që të merren nga stabilimente të miratuara nga BE-ja, apo do ketë një kontroll më rigoroz për të garantuar konsumatorin për sigurinë e produktit të mishit. Nga ana tjetër, gjithë produkti që ka hyrë deri sot, pra sepse në 3 shtator nuk do lejohet më importi nga Brazili. Po ai që ka ardhur deri tani, thënë. Po ai që ka ardhur deri tani, për hir të vërtetës, jo çdo mish Brazili është i kontaminuar apo ka mbetje antibiotikësh. Por meqense BE-ja e ka ndaluar, ne duhet të kujtesemi sepse ndoshta subjektet të cilat importojnë mish e kanë ditur këtë rregullore. Shteti reagon tani, por ata e kanë ditur që në 3 shtator BE-ja e kishte të ndaluar. Edhe unë që flas e dija që kjo rregullore do të vinte një moment që do të zbatohej. Ndoshta ne kemi një super furnizim, pra kemi një furnizim të shtuar në magazinat tona të mishit të Brazilit derisa të gjenden tregjet. Në këtë rast, a ka autoriteti kombëtar i ushqimit, a ka bërë një plan monitorimi për të inventarizuar së pari gjithë mishin e Brazilit që është, për ta kontrolluar, për të marrë analiza për çdo parti malli në mënyrë të tillë që të garantoj konsumatorin që produkti i futur deri tani është okay, ose mund të ketë një produkt i cili ka hyrë, mund të ketë mbetje antibiotiku, mund të ketë ngarkesë